Automatikisht në këtë akt domethënë regjistrohen mbështesat. Bashkë sot ishim dëshmitar që pas një pune tash e disa muaj, sa shpejt ndodhi në mënyrë digjitale regjistrimi një foshnje që në pyetjen për sa ndodh zakonisht me gjitha informacionet mrenda nuk zgjathan më shumë se 3-4 minuta. Ky projekt pra është një shërbim i ri digital integruar në platformën e-Kosova që lehtëson procedurat për prindrit që nga momenti i lindjes së fëmijëve. Përmes këtij sistemi, të gjitha të dhënat, siç e pam edhe mbrenda, dhe shërbimet që lidhen me lindjen e fëmijëve procedohen automatikisht nga spitali tek institucionet përkatëse, pa pasur nevojë për që prindrit të paraqiten fizikisht në një institucion tjetër pas lindjes së fëmijës në klinikën e ginekologjisë. Në këtë fazë përfshihen regjistrimi i të porsalindurit në sistemin informativ shëndetësor, aplikimi për shtesat për lehonat dhe fëmijën, regjistrimi i vaksinave, një hap shumë i rëndësishëm për mbikëqyrjen e vaksinimit në Republikën e Kosovës, hapja e llogarive në platformën e Kosova, si dhe njoftimi elektronik institucioneve përkatëse. Platforma ofron gjithashtu informacione për secilën fazë, pra nga paralindjes, para shtatzanisë, gjatë shtatzanisë, lindjes e deri te zhvillimi i hershëm i fëmijës. Kur të hyni në platformën e Kosova të shërbimi lindja e fëmijës, do të shihni të listuara edhe 245 shërbime dhe në momentin që e shkruani vendbanimin tuaj, automatikisht do t'ju shfaqen institucionet më të afërta shëndetësore ku nënat e reja dhe fëmijët mund t'i marrin shërbimet e tyre. Ky projekt, siç jeni në dijeni, tashmë ka filluar dhe po zbatohet edhe në spitalin e Gjilanit dhe në atë të Ferizajt, ka qenë si pilot projekt në 2 spitale më të vogla, për të ardhur sot kjo ditë në klinikën më të madhe të ginekologjisë në vendin ku ka më shumë të lindje, pra në klinikën e ginekologjisë në QKK, dhe shumë shpejt kjo do të përhapet në të gjitha maternitetet në Republikën e Kosovës. Digitalizimi i shëndetësisë, natyrisht, siç kemi thënë, mbetet një nga prioritetet tona. Jemi duke punuar çdo ditë në këtë drejtim dhe kjo që sapo e pam sot është edhe një hap tutje rreth këtij realizimit të këtij shërbimi kaq të nevojshëm, sepse siç e pat edhe ju, në momentin e regjistrimit merr kohë më pak, regjistrohet më një herë pa pas nevojë për të lashe tjera në institucione tjera apo ndonjë gabim që mund përcillet eventualisht gabim nga mbushjet me dorë që kanë qenë më herët, dhe si shërbim i tillë dhe shumë i nevojshëm në këtë proces të digitalizimit kanë kontribuar partnerët tanë, Bashkimi Evropian dhe në veçanti ambasada gjermane dhe qeveria gjermane, për çka ju jemi shumë i njohës, dhe është implementuar në mënyrë fantastike nga Gizi Gjerman, bashkë me Lulzonin, ministrin e administratës publike dhe digitalizimit, për cilët edhe njëherë i falenderoj nga zemra. Faleminderit, thank you, Your Excellency. Si që të ceku edhe ministri, në vitin e kaluar kemi lansu pilotin e shërbimeve të integruara që lidhen me lindjen e fëmijës. I kemi pilotu fillimisht në Ferizaj edhe në Gjilan, e sot këtu së bashku me Ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia dhe me ambasadorin Gjerman, zoti Rainer Rudolf, po e shtërim këtë sistem edhe në Prishtinë, e përmendi Ministri, tashmë e kemi në plan gjatë javës me vazhdu shtërirjen edhe në Prizren edhe në Vushtri,
e pastaj edhe në Pej dhe Gjakov. Kjo do të pasohet edhe me shtrirjen e sistemit edhe në maternitetet private. Ofrimi i shërbimeve bazuar në ngjarje jetësore është një prej reformave më rëndësore në kuadër të reformës administratës publike. Kjo paraqet një ndryshim rëndësor në mënyrën se si ofrohen shërbime, duke kaluar nga qasja ku institucioni është në qendër drejt një qasje ku qytetari është në qendër. Qysh na e dim të gjithë, tradicionalisht institucionet shtetënore ofrojnë shërbime tu nis prej kompetencave të veta ligjore. Po jo domosdo kjo është mënyra më e përshtatshme për qytetarit. Qytetarët çdo ditë ballafaqohen me ngjarjet jetësore, si janë lindja e fëmisë, vdekja e një të afërmit, martesa, punësimi, hapja e një biznesi. Prandaj edhe pritshmëria e tyre, meqense çdo herë kur ballafaqohen me këto ngjarje jetësore, ata kanë nevojë të drejtohen te institucione të ndryshme, edhe në sportele të ndryshme. Pritshmëria e tyre është që këto shërbime t'i marrin në formë të integruar pa i ditë kufit e kompetencave ligjore të institucioneve. Pra ky është qëllimi i ofrimit të shërbimeve të integruar. Synimi i dytë është ofrimi i shërbimeve proaktive. Për shkak se për shumë shërbime nuk ka nevojë qytetari fare të aplikojë, për shkak se lindin prej një drejte që ose një benefiti që i takon sipas ligjit. Dhe treta, me qenë se shteti, përmes regjistrave posedon informata për qytetar, përmes interoperabilitetit këto dhëna mund të shkëmbehen ndërmjet sistemeve, edhe në këtë formë të ofrohen shërbime më të personalizuara që i marrin parasysh rrethanat jetësore të secilit qytetar. Edhe tu bazu në këtë koncept të shërbimeve, sot erdhëm në QKUK për të parë nga afër se si po zbatohet në praktik implementimi i shërbimeve të integruara që kanë bënë me lindjen e fëmisë. E që në mënyrë të lehtë personeli shëndetësor merr informata në formë elektronike përmes tabletit dhe pastaj këto informata shkëmbehen me regjistrat dhe sistemet e shtetit. Tu e përfshi regjistrin civil, regjistrin e shtesave për nana, për lehona dhe për fëmijë, pastaj me regjistrin e vaksinave, me Basic-in, me sistemin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, me sistemin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Po këto janë informata që janë shkëmbyer dhe në të kaluarën, por janë shkëmbyer me letra. Sot, informatat mbledhen në formë elektronike edhe shkëmbimi i informatave ndodh në mënyrë elektronike. Kjo paraqet një lehtësim të madh për prindërit e ri, për shkak se e zvoglon interaksionin me institucionet, për shkak se, pra si tham, shumë procese ndodhin në mënyrë automatike, sa i përket menaxhimit të procesit vaksinimit, iniciimit të procedurave për shtesa, si dhe iniciimi i regjistrimit të fëmisë sapo lindur në regjistrin civil. Përveç kësaj, sistemi, se përmendi edhe ministri, është integruar në e-Kosova, pra ku qytetari pastaj ka mundësi të qasjes në shërbime dhe informata që lidhen me lindjen e fëmisë që nga periudha e parashtatzanisë deri te periudha e kujdesit pas lindjes për fëmijët. Edhe unë shtytsoj rastin ta falenderoj projektin e bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Gjermania, i cili zbatohet nga GIZ, i cili na ka mbështetur në zbatimin e kësaj reforme shumë të rëndësishme të vendit tonë. Po ashtu ja vlen të seket se kjo është edhe do të bëhet pjesë e ekosistemit të SISH-it, pra të sistemit të informacionit shëndetësor. Ne së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, me mbështetje të projektit Kompas, të financuar nga Banka Botërore që u ratifikua në Kuvend para rreth 2 muajve, jemi në proces të ndërtimit të 14 komponenteve ose shtyllave të ekosistemit të informacionit shëndetësor, që brenda 3 viteve do të përfundohet dhe do të bëjë një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si ofrohen shërbimet shëndetësore.
Në fund duhet ta ceki edhe një fakt se ngjarja jetësore e lindjes fëmijës është vetëm ngjarja e parë të cilën e kemi trajtuar. Tashmë jemi në fazën e kontraktimit edhe për 3 ngjarje të tjera jetësore të qytetarëve. Është vdekja e një të afërmi, pastaj është ndrimi i adresës vendbanimit, si edhe hapja e një biznesi. Faleminderit edhe një herë, edhe jam shumë i gëzuar që sot në praktikë pam një rezultat direkt të reformave tona. So thank you very much. First, let me congratulate you, the 2 ministers who were working on this project, and the clinic here on the implementation of this registration system. As we know, welcoming a young newborn into your family is a wonderful moment, but it can also be a bit of a stressful moment for parents. So I think that everything that makes life easier in that moment in life for mothers and families is a good thing. And beyond that, I think this is so important to show that when we talk about a modern state, modern administration, modern services for citizens, it's not just some abstract thing that happens elsewhere, but is actually something that is of use for every citizen, every family. And I'm so proud that we were able to help a bit through GIZ in the implementation of this project. And again, thank you very much to everyone who was involved, and congratulations on the start of this project. Thank you very much.